Mirëmëngjes, të dashur qytetar, të nderuar përfaqësues të medias, sot dal para jush jo vetëm si Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, por dhe si mjeke dhe si qytetare mes qytetarëve. Me përullësi dhe me përgjegjësi të plot, ju siguroj se çdo vendim që marrim udhëhiqet nga interesi publik, transparenca dhe e vërteta. Në kohë kur përballemi shumë shpesh me lajme të pavërteta dhe akuza politike, detyra jonë është që të jemi të hapur, të sinqert me qytetarët. Shëndeti publik nuk është një fushë betejë politike. Është një mision shërbimi ndaj çdo familje në Shqipëri. Dhe për mua, parimi kryesor është transparenca e plot karshi qytetarëve për punën që ne po bëjmë dhe për problemet për të cilat ne përballemi. Sot jam këtu me ekipin tim, një pjesë e tij është në sallë, ndërkohë që përgjegjësinë e informimit të qytetarëve do ta ndaj me zëvendës ministren profesoresh Eugenia Tomini, të cilën e njihni mjaft mirë për profesionalizmin veçanërisht në kohët e vështira të COVID-19. Gjithashtu dhe me drejtoreshën e përgjithshme të QSUT-s, zonjën Angela Paparizo, e cila pak kohë më parë ka arritur të ketë një pamje të qartë në funksionimin e qendrës spitalore universitare. Siç e dini, QSUT-ja është një nga qendrat më të mëdha spitalore që kemi dhe në fakt po punon ngushtësisht me ekipin e ministrisë për adresimin e çështjeve që duan zgjidhje. Viti 2026 është një vit reformash të thella, vendimarrjesh strategjike dhe ndërtimësh sistemesh që do të ndikojnë jo vetëm të tashmen, por dhe arkitekturën afatgjatë të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në Shqipëri. Sot dua të ndaj me ju jo vetëm çfarë kemi bërë në këto 6 muaj, por ku do shkojmë. Është shumë e rëndësishme ku do shkojmë. Sepse reforma nuk është thjesht një akt administrativ që mbetet në letër, është një akt përgjegjësie ndaj qytetarëve. Diagnostikimi i saktë sjell shërbim të sëmundjes. Dhe ne po punojmë me të gjitha fuqit, jo për një zgjidhje akute, por për një zgjidhje afatgjatë. Dhe jo vetëm për një, por shumë zgjidhje afatgjata. Më lejoni të filloj me prioritetet në shëndetësi. Së pari, reformimi i shërbimit onkologjik. Siç e kam thënë disa herë, është një prioritet kombëtar. Sëmundjet tumorale janë një sfidë globale, pasi kanceri po kalon incidencë sëmundjeve kardiake, pra po bëhet një sëmundje kronike. Për këtë arsye, 2026 është viti i riorganizimit të plot të shërbimit onkologjik. Kemi ngritur grupin e punës për krijimin e Institutit Kombëtar të Kancerit dhe rrjetit kombëtar të sëmundjeve tumorale. Kemi nisur analizën e plot të situatës aktuale, siç thash, diagnostikimi është një fillim shumë i mirë. Për këtë po shohim shpërndarjen e sëmundjeve e sëmundshmërisë sipas rajoneve, kapacitetet në nivel tercial dhe rajonal, si dhe nevojat për infrastrukturë, pajisje dhe barna. Nga bordi i tumoreve të QSUT, në bashkëpunim me Institutin Nacional të Tumoreve në Milano, kemi miratuar 38 protokolle të unifikuara trajtimi. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, u dyfishuan kapacitetet trajtuese në njësinë e kimioterapisë ditore në shërbimin onkologjik, nëpërmjet një bashkëpunimi shumë të mirë midis buxhetit të shtetit dhe donatorëve. Me të njëjtën formulë, brenda vitit 2026 do të përfundoj rikualifikimi i 6 punkteve rajonale të kimioterapisë në kuadër të rrjetit kombëtar që sapo e përmenda të sëmundjeve tumorale. Dhe 6 punkte të tjera, domethënë total 12, do të rikualifikohen në vijim. Kemi rinovuar dhe zgjeruar bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe kjo është fokusuar në 3 drejtime kryesore. Së pari, ardhja e akseleratorit të tretë, i cili është instaluar,
po bëhet kolaudimi nga ekspertët bërthamor dhe do nisë së shpejti funksionimi. Së dyti, përditësimi i 2 software të 2 akselerator ekzistues që i ngre në një nivel shumë të lartë teknik për trajtimin e pacientëve. Pra, do kemi 3 akselerator funksional totalisht të updateuar. Trajnimi i stafit për leximin e ekzaminimeve të PET scan, ndërkohë problem ekzistues është aparatura e brakiterapisë, e cila brenda vitit do të instalohet e re, moderne, dhe do vihet në punë fal bashkëpunimit gjithmonë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Doja të ndaja sot me ju vendimin e miratuar një ditë më parë në bordin e QSUT-s për ngritjen e qendrës së gjirit, ajo që quhet breast unit në të gjitha spitalet ndërkombëtare. Kjo do të krijojë kushte për trajnimin me qasje multidisciplinare për pacientët e prekur nga kanceri i gjirit. QSUT-ja ka staf të trajnuar dhe ka realizuar ndërhyrjet e para për rikonstruktimin e gjirit përmes protezave të financuara nga buxheti i shtetit. Kjo i paraprin qasjes son për të mbuluar rastet e vajzave dhe grave që kryejnë heqjen e gjirit duke i lehtësuar jo vetëm traumën fizike, por traumën psikologjike përmes vendosjes së menjëhershme të protezave. Në kuadër të ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve, po vlerësohet gjithashtu rikonstruksioni i plot i godinës së spitalit onkologjik. Një hapësirë dedikuar brenda këtij spitali do të shërbejë për studimet klinike, ato që quhen clinical trials, dhe kjo do mundsojë dhe futjen e barnave inovatore pa ndikim financiar. Duke qëndruar te barnat, për vitin 2026 kemi një rritje të buxhetit për barnat me vlerën e 15 milion euro. Për vitin 2026 ne kemi përcaktuar një plan strategjik të qartë, që mbështetet në 3 shtylla kryesore. Së pari, shtimi i barnave inovatore në listën e rimbursimit, duke garantuar akses më të gjerë për pacientët me patologji onkologjike dhe hematologjike. Synimi është që pacientët shqiptar të kenë trajtime të krahasueshme me ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Së dyti, rritja e sasive të barnave ekzistuese në listë për të shmangut mungesat e herpashershme që kanë ndikuar drejt për drejt në vijshmërinë e trajtimit. Kjo do të shoqërohet me mekanizma të rinj monitorimi dhe planifikimi në bashkëpunim me QSUT dhe depot farmaceutike rajonale. Së treti, hapja e kufizimeve në fond për disa patologji onkologjike, duke rishikuar kriteret aktuale të përfshirjes së pacientëve në skemët e rimbursimit. Ky proces do të mundsojë që më shumë pacient të përfitojnë nga trajtimet moderne pa pengesa burokratike. Gjithashtu, është parashikuar shtimi molekulave të reja për patologjit hemato-onkologjike dhe tumoret solide në përputhje me protokollet europiane të trajtimit, duke u bazuar në evidencë shkencore dhe kost-efektivitetin e terapisë. E fundit, por jo nga rëndësia, kemi nisur procesin e binjakëzimit me Institutin Nacional të Tumoreve në Milano, një institucion shtetëror, si një hap konkret drejt transferimit të njohurive dhe rritjes së kapaciteteve tona kombëtare në fushën e onkologjisë. Ky është vërtet një moment transformues për onkologjinë shqiptare. Reforma e dytë, ose prioriteti i dytë, ristrukturimi i shërbimit spitalor në Shqipëri. Viti 2026 shënon nisjen e një reforme historike për sistemin spitalor shqiptar. Dhe për këtë kemi ngritur grupin e punës multisektorial me ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar
për hartimin e planit kombëtar spitalor. Kemi përgatitur ndryshimet për Komitetin Këshillimor dhe po finalizojmë kuadrin institucional që do të garantoj profesionalizëm dhe vendimarrje të bazuar në evidencë. Paralelisht, ka nisur harximi i plot i situatës aktuale të sistemit spitalor. Po analizohet performanca, bazuar në indikator të mirëqënë ndërkombëtar, kapacitetet reale, shpërndarja gjeografike e shërbimeve, duke pasur parasysh lëvizjet demokratike, po kryhet një analizë e investimeve të kryera dhe eficiencës së tyre, po dokumentohen burimet njerëzore dhe balanca midis nevojës dhe ofrimit të shërbimeve. Kjo është një reformë që synon të çojë shërbimin te pacienti dhe jo pacientin te shërbimi. Dhe kjo bëhet përmes racionalizimit të rrjetit spitalor, forcimit të spitaleve rajonale, rritjen e autonomisë menaxheriale dhe financiare dhe garantimin e cilësisë së barabartë për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Rishtazi, kemi 12 spitale me autonomi menaxheriale, ku pak javë më parë u përfshi dhe qendra spitalore rajonale e Tiranës, Shefqet Ndroqi. Sepse autonomia nuk është thjesht decentralizim, por është përgjegjësi, menaxhimi, transparencë dhe performancë e matshme. Për sa i takon shëndetit publik, po punojmë në 2 drejtime kryesore: depistim dhe vaksinim. Të dyja çojnë në parandalim. Sepse mjekësia dhe në gjithë botën po shikohet një shqip nga drejt mjekësisë parandaluese për të ruajtur kapitalin njerëzor, shumë i rëndësishëm. Atëherë, programi i depistimit për kancerin e qafës së mitrës ofron testimin HPV në janar të këtij viti. U zgjerua fasha nga 40 deri në 50 vjeç në 35 deri në 55 vjeç. Vaksinimi kundër HPV që nga janari vitit 2026 është zgjeruar duke përfshirë djemt 13 vjeçar, duke shënuar kështu një zgjerim të konsiderueshëm të programit në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare. Mbulesa vaksinale për hepatitin B, për skemën e plot me 3 doza, ka arritur në 98%. Studimi i seroprevalencës, i kryer në vitin 2025 nga Instituti Koch, midis fëmijëve të moshës 6 deri në 7 vjeç, rezultoi një prevalencë 0 të infeksionit të hepatitit B, pa asnjë rast pozitiv të identifikuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Është një gjetje që ofron provë të fortë se Shqipëria është në rrugën drejt certifikimit të eliminimit të hepatitit B në popullatën pediatrike. Megjithëse shihet një panoramë e mirë për proceset e depistimit dhe parandalimit, sigurisht dhe sërish kemi në fokus zgjerimin e fashave respektive mbi programet e depistimit, si dhe rritjen e mbulesës vaksinale në programin kombëtar të vaksinimit specifikisht për frus, rubeol e parotit. Masat për sezonin veror dhe shërbimi shëndetësor për shtetasit e huaj. Doja të ndalesha në mënyrë të veçantë në shërbimin shëndetësor që strukturat tona ofrojnë gjatë muajve të verës. Po përgatisim planin e masave për sezonin e ri, ku vetëm vitin e kaluar në 36 qendra verore janë kryer 83.300 vizita, 25.000 prej të cilave janë turistë të huaj. Nga këta të fundit, vetëm në spitalin e traumës, gjatë vitit të kaluar, kanë marrë shërbimin 683 pacient, ose 15% më shumë se sa viti 2024. Çka mes të tjerash, është tregues i besimit në rritje të shtetave të huaj
ndaj shërbimit shëndetësor në Shqipëri. E fundit për shëndetësinë, po jo nga rëndësia, modernizimi digital dhe integrimi i inteligjencës artificiale. Këtu jemi në hapat e para të reformës digjitale dhe kemi nisur harximin e të gjitha sistemeve që kemi, për të shkuar sigurisht më pas drejt harmonizimit të plotë të tyre dhe transformimit digital. Për sa i përket mirëqenies sociale, po filloj me ekonominë e kujdesit. Ne po kalojmë nga programet e asistencës sociale pasive te fuqizimi ekonomik i grupeve vulnerabël. Qëllimi është i qartë, integrimi i përfituesve të të përmirëqenies sociale në ekonomi përmes shërbimit të kujdesit. Në këtë program të ri, do të përfshim të gjitha aktivitetet që lidhen me kujdesin për njerëzit, si fëmijët në risk, të moshuarit, persona me aftësi të kufizuara dhe kryesisht gratë në nevojë. Kjo do të ndikojë duke krijuar përmirësim të cilësisë jetës, punësim, pavarësi ekonomike, dinjitet social, mirëqenie sociale. Së dyti, si prioritet, zgjerimi i shërbimeve sociale si një investim në njerëz. Në vitin 2026, përmes fondit social, do ngrihen 14 shërbime të reja sociale me rreth 2500 përfitues të moshuar të braktisur, fëmijë në nevojë, persona me aftësi të kufizuara, gra e vajza, viktima të dhunës e trafikimit. Shërbimet do të shtrihen në 12 bashki të vendit, si dhe 2 shërbime të specializuara të munguara në Tiranë. Njëra do të jetë një qendër rajonale për të rinj me spektër të autizmit dhe qendra tjetër do të mundsojë përgjigjen për çdo situatë emergjente për fëmijët e rikthyer apo fëmijët në situatë rruge. Ky është një model partneriteti me pushtetin vendor, pasi qëndrueshmëria dhe vjushmëria e këtyre shërbimeve është thelbësore. Së treti, integrimi europian është një angazhim i matshëm. Në kuadër të kapitujve 19, 23 dhe 24, kemi realizuar interim benchmarks. Ligji për barazinë gjinore, që zgjeron detyrimet për institucione publike dhe sektorin privat, e bën integrimin gjinor detyrim në artimin e çdo politike publike, një për herë të parë, punën e papaguar dhe ekonominë e përkujdesit si pjesë reale të kontributit ekonomik, si dhe parashikon kalimin gradual drejt përfaqësimit 50% për secilën gjini në vendimarrje. Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Ky ligj parashikon mbrojtjen nga të gjitha format e dhunës dhe përfaqëson një angazhim të qartë për mbrojtjen e jetës, dinjitetit dhe sigurisë së grave, vajzave, fëmijëve, moshës së tretë dhe personave me aftësi të kufizuara. Ligji për kujdesin alternativ, çka dikton transformimin e institucioneve rezidenciale, mundëson krijimin dhe mbështetjen financiarisht të familjeve kujdestare, të cilat do të trajtojnë në mjedis familjar çdo fëmijë në nevojë apo me paaftësi të cilët ndodhen jashtë kujdesit prindëror. 2026 nuk është një vit rutinë, është një vit themeli, e theksoj themeli, për onkologjinë moderne, sistemin spitalor më racional, shëndetësi digjitale, mirëqenie sociale që fuqizon kuadër ligjor europian. Në fund,
Përpara se të mi presin pyetjet e gazetarëve të pranishëm, të cilët i vlerësoj pa mas për bashkëpunimin me ministrinë, dua të them se media duhet të jetë partneri ynë për ndërtimin e besimit publik dhe vërtet mirëpres bashkëpunimin. Si e tillë ju ftoj të monitoroni, të pyesni dhe të kërkoni transparencë, por dhe të informoni me përgjegjësi dhe të konfirmoni me profesionalizëm informacionet që përcillen në publik. Sepse reforma në shëndetësi dhe mirëqenie sociale prek jetën e çdo qytetari, e çdo familje shqiptare, dhe si i tillë kemi detyrim që çdo informacion të jetë i saktë. Çdo informacion abuziv do të ketë një impakt të drejtë për drejtë në çdo qytetar, në çdo familje shqiptare. Ju falenderoj për durimin dhe jam e hapur, ose jemi të hapura, për pyetjet tuaja. Faleminderit. Zëri Ministra, faleminderit. Të nderuar kolegë, e di shumë mirë ngarkesën e ditës së sotme, është një ditë shumë e ngjeshur me lajme për t'ju ndihmuar ju për të mbaruar edhe për të plotësuar dhe ju shërbimet tuaja, por edhe në efekt të agjendës së ministres kemi kohë për disa pyetje. Ju lutem, e dini tashmë rregullin, nëse mund të ndihmoni nga një pyetje secili që të jepni kohë edhe kolegëve të tjerë për të bërë sa më shumë pyetje që të jetë e mundur. Sonila, Radio Televizionit Publik Shqiptar. Faleminderit. Përshëndetje zonja ministra, Sonila Cemorati nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Pyetja ime adresohet në lidhje me situatën e Barnave. Konkretisht, si paraqitet kjo situatë? Gjatë muajit shkurt ne patëm një indeksim të një grupi barnash në listën ekzistuese të barnave të rimbursueshme. Dhe ky indeksim i çmimeve i gjeti farmacistët, por edhe Unionin e biznesit farmaceutik të papërgatitur, duke krijuar kështu një stok në farmaci. Pyetja ime është, a do të përsëritet kjo situatë me listën e re të barnave të rimbursueshme? A do të dalë lista e barnave të rimbursueshme brenda muajit mars siç është zakon? Dhe a janë njoftuar në kohë farmacistët për këtë listë të re? Do të kemi brende të reja në listën e barnave të rimbursueshme? Kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, nëse mundem ta bëj Albana, është në lidhje me qytetet të cilat do të preken nga reforma spitalore. Cilat janë ato qytete në bazë të hartëzimit që ju tashmë keni bërë, inspektimit që keni bërë në këto spitale, që do të preken nga kjo reformë? Faleminderit. Yes. Faleminderit për pyetjen, po filloj me pyetjen e parë, që është pyetja për barnat. Atëre, barnat, sidomos ato onkologjike, ka qenë pjesë e prioritetit kryesor që kemi pasur në kuadër të gjithë zhvillimit dhe shërbimit onkologjik në Shqipëri për qytetarët. Në këtë drejtim kemi punuar ditë e natë për të krijuar një fond më të madh për barnat, dhe kemi siguruar 15 milion euro më tepër që të shkojnë për mbulimin, për zgjerimin e gamës së barnave onkologjike. Së dyti, do ketë një rritje të sasive të barnave në listën ekzistuese, gjithashtu do hapet dhe kufizime për disa barna nga fondi. Përcaktimi i çmimeve në listën e barnave është bërë dhe bëhet nëpërmjet një metodologjie të mirë përcaktuar në bazë të një VKM-je në fuqi. Dhe kjo është ndjekur me një transparencë maksimale. Dua të siguroj qytetarët, me që më jepet mundësia, që nuk ka asnjë rritje të çmimit të barnave për vitin 2026. Të kaloj te pyetja e dytë, që ishte pyetja për reformën spitalore. Atëherë, në këtë fazë, ne po bëjmë hartizimin e spitaleve, të gjitha spitaleve në Shqipëri. Objektivi kryesor është sigurimi i një shërbimi cilësor dhe maksimal për qytetarët. Po përdoren disa indikator për vlerësimin e performancës spitaleve. Por dhe ashtu po shikojnë dhe vlerësohen edhe lëvizjet demografike, sepse ka një ndryshim, jemi dëshmimtar që ka një ndryshim demografik në Shqipëri apo jo, ka një ndryshim të popullatës
edhe moshor në Shqipëri dhe me sëmundshmëri të ndryshme, siç ka në gjithë Europën në fakt. Gjithashtu dhe performancat e spitaleve, do me thënë, po përmend shfrytëzimin e shtratit, një spitale duhet ka disa kritere për shfrytëzimin e shtratit. Një spital që është eficient, që ofron një shërbim të mirë ndaj pacientëve, ka një shfrytëzim shtrati të lartë, ka një kohë qëndrim të pacientëve në spital pak më të ulët, më si ditë. Të gjitha këto do përdoren për të vlerësuar gjendjen e spitaleve. Pra nuk ka vetëm një kriter, janë disa kritere, sigurisht ka një komision të ngritur, kemi marrë një ekspertizë shumë të mirë, jo vetëm brenda vendit, por dhe me ekspert si të Bankës Botërore, ashtu edhe të London School of Economics, për të na ndihmuar për të bërë këtë ardhëzim. Duhet bërë një ardhëzim shumë i mirë dhe pastaj do marrin vendimet e duhura. Pra unë nuk mund të përgjigjem direkt që kë spital do afektoj. Shërbimi qytetarëve nuk do t'ju mungoj. Në të njëjtën kohë, ne po mendojmë edhe ofrimin e shërbimeve që nuk ekzistonte të dedikuara, siç janë shërbimet e geriatrisë për shembull, shërbimi i kujdesit paliativ. Duhet të fuqizojmë të shërbime dhe ky është një rast për të futur disa risi në sistemin tonë shëndetësor. Faleminderit. Po tjetër po, Osmani. Zëri Ministri Osman Stafa, News 24. Në fakt kam pritur 7 muaj për të bërë 4 pyetje. Ilaçet e onkologjikut. Aktualizojmë ministre, në spitalin onkologjik janë 2 medikamente që mungojnë. Abirateroni, pacientët me kancer në prostatës kanë 2 muaj që nuk marrin terapitë e tyre, që ju e dini se jeni e fushës se sa të rëndësishme janë, dhe acidi folinik, pacientët janë duke po e paralelizoj dhe po them të vërtetën, siç kundër marrin drogën, marrin pra në përcepa, duke lënë një numër kontakti, etj, kështu po e marrin pacientët e onkologjikut edhe acidin folinik në Tiranë. Tani ju pyes, para vetëm pak javësh ka qenë rreth 6-7 medikamente që kanë munguar përsëri. Zëri Ministre, çfarë shkakton mungesa e medikamenteve tek një pacient onkologjik? Pra në qoftë se ai nuk e respekton protokollin, por nuk e merr ilaçin sipas protokollit, por e merr sipas mundësisë që ka spitali. Ka sot s'ka, nuk e merr. Pyetja e parë. Atëre besoj se faleminderit me që kjo ishte herë e parë që kemi thënë. Ju falenderoj së pari për sa aktiv që jeni problemet e shëndetësisë, sepse unë këtë e shoh në mënyrë konstruktive. Si që thash, bashkëpunimi me median dhe veçanërisht ju që keni qenë aktiv, për ne ka qenë i rëndësishëm dhe është i rëndësishëm. E përmenda edhe përpara në pyetjen e parë që kemi marrë disa masa për të krijuar qëndrueshmërinë e furnizimit me barnave. Sigurisht, ekipi është gjithmonë i alert për të adresuar situatat akute për çdo pacient. Por duhet zgjidhur në mënyrë definitive problemi ose mungesat që janë her pas here. Nuk të mjaftojnë vetëm me zgjidhjet akute. Abirateroni, si shtat juve, tashi është ka ardhur, sigurisht me formulim të ndryshëm, por me të njëjtën cilësi, për të siguruar, për t'ju dhënë përgjigje më direkte për të detaj. Për sa i përket pyetjes detaj tjetër, ne kemi punuar edhe për protokolle shumë të mira. Çfarë sjell protokolli? Protokolli sjell që linjat e trajtimit të jenë të standardizuara për këto patologji në bazë të ndjes. Në bazë të standardeve europiane, dhe kjo është një nga faktorët çon që të ketë një furnizim dhe të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm, sepse të jenë protokollet janë të standardizuara. Jo për të munguar një barë në treg, po për të bërë më mirë planifikimin e barëve onkologjike që duan. Dhe jo vetëm onkologjike, për te onkologjike. Pra, me gjithë... Sipas linjave të trajtimit. Pra, me gjithë dashamirësinë ndaj jush, ju pyeta, çfarë efekti ka mungesa e këtyre medikamenteve tek pacienti? Pra, nëse një pacient duke merr medikamentin 2 muaj,
A ka problem apo jo? Atëre, po të futemi në detajet klinike, atëre mund të shpjegoj që kjo varet nga pacienti, varet nga smundja, varet nga stadi, varet nga tipi patologjisë, varet nga celulat patologjike, varet nga klonet gjenetike që zbulohen në biopsiat i pacienti, varet nga heterogeniteti i tumorit, varet nga vendi ku janë metastazat, prandaj nuk mund të them për secilin pacient çka ka. Kjo është një por ajo që unë dua t'ju siguroj, dhe kjo është e rëndësishme për qytetar, dhe një duke ju falenderuar për bashkëpunimin e gjithkohshëm që kemi pasur, është që kjo është marrë me shumë seriozitet, jo vetëm për të gjithë situata akute, edhe deri në individ, në pacient, por për të gjetur zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme. Faleminderit. Dy pajisjet, zoja ministre, të cilat janë në mungesë ose nuk ofrohen për pacientët shqiptar, janë brakiterapia që ju thoni do vendoset brenda këtij viti dhe PET skani që nuk ekziston në Shqipëri. Tani, si t'ja bëj një grua, për shembull janë dy gra, njëra nga Durrësi dhe njëra nga Lushnja, të cilat kanë bërë kimioterapitë e tyre, kanë bërë edhe rrezet, dhe tashmë mjekat u kanë dhënë letra atyre se ju duhet bëni brakiterapinë, por nuk i kanë 4-5.000 euro për t'i bërë. Pra çfarë ndodh me këto dy gra? Dhe sa i takon PET skanit, pra ju keni thënë që nuk kemi të trajnuar e tjerë. PET skani në atë çfarë unë kam lexuar është i rëndësishëm për diagnostikimin e smundjeve kancerogjene, tumorale e tjerë. Si ja bëjnë mjekët shqiptar? A zëvendësohet pra PET skani me skaner dhe rezonancë magnetike, dhe pse privati e ka dhe shteti nuk e ka? Pyetja e dytë. Okej. Atëherë po fillojmë me brakiterapinë. Kam thënë po. Brakiterapia do të vijë vërtet brenda këtij viti. Ashtu siç e kam thënë, do ta mbaj fjalën. I siguroj qytetarëve që ne do kemi një aparatur brakiterapie moderne brenda fundit të vitit. Okej? Për sa i përket PET skanit, dhe këtu dua 2 gradë, zoja ministre, janë 2 gradë 40 vjeç, nga Durrësi dhe Lushnja. Si t'ja bëjnë ato, e ka të nevojshme tani? E kuptoj, shërbimi brakiterapisë që nuk ka ekzistuar prej vitesh. Do filloj të funksionoj me një aparatur moderne brenda vitit 2026. Të kaloj tek PET CT-ja dhe më lejoni të bëj një tek PET skani dhe më lejoni të bëj një koment që do vlej për çdo pyetje, por edhe për sirimin e qytetarëve. Shpeshherë ne kemi dhe nuk është një miskonceptim i publikut shqiptar, është një miskonceptim i qytetarit në përgjithësi. Që po që se kemi një pajisje të specializuar, të fashësellar, siç është PET skani në fakt, ose rezonanca magnetike, në momentin që kemi pajisjen, gjithçka është në rregull dhe funksionon. Jo, nuk është kështu. Duhet ngritur shërbimi. Do me thënë, çfarë nuk kupton shërbimi? Shërbimi nuk kupton mjek të specializuar që të raportojnë, që të lexojnë PET skan. Në rastin e PET skanit, sigurimi i qëndrueshëm i lëndës radioaktive. Trajnimi i teknikëve të mjekësisë bërthamore o radiologjisë që din të bëjnë këto ekzaminime, infermierët, strukturat përkatëse. Pra të tëra këto duhet merren në konsiderat. PET skani do vi brenda këtij viti, po i paraprim nëpërmjet një bashkëpunimi midis Agjencisë Atomike dhe buxhetit të shtetit shqiptar. Kemi filluar sepse trajnimi i paraprihet ardhjes, duhet t'i paraprihet, dhe kjo është qasja jonë tani, duhet ngritur shërbimi që t'i parapri ardhjes së pajisjes. Po finalizojmë marrëveshjen për të trajnuar mjekët që do raportojnë PET skani dhe sigurisht me ardhmen e PET skani brenda vitit 2026. Po krijohet ky shërbim. Bët një pyetje, sepse dhe kjo është fusha ime radiologjisë, kështu që ndihem shumë komfort të hyj në detaje, bët një pyetje, a duhet patjetër PET skani? Jo çdo pacient me smundje onkologjike, kjo është një gjë se PET skani është është diçka që unë e interpretoj dhe unë, domethënë është pjesë e aftësive të mia profesionale. Jo çdo pacient ka nevojë për PET skan, sigurisht është i rëndësishëm, jo në të gjitha patologjitë tumorale, biles në disa nuk duhet përdorur PET skani, se të çon në një diagnozë që mund të jetë jo, s'ka problem. Ato që përdoret. Absolutisht. Që janë shumë por, se marrin avionin dhe ikin në Turqi. Absolutisht, po them që dhe skaneri që kemi, deri në një farë mase, siguron
një diagnozë, nuk ngelen pak diagnozë fare. Dgjoj, deri para disa vite në shumë vende nuk ishte PET skani. Kjo nuk është justifikim pse nuk e kemi sot, ta kemi. Po për të shpjeguar mos pa përhapur panik më tepër se ç'duhet te qytetarët. Vazhdojmë Osman, ti lëm kohë dhe Është e rëndësishme se kam pritur Edhe një trombektomia, zonja ministre, një pacient i cili shkon në spital me goditje në kokë, shkon në QSUT, nuk lëvizet dot, nëse do thoni që shkon fier, është i patransportueshëm. Çfarë ndodh me këtë pacient dhe pse privati përsëri e ka dhe shteti nuk e ofron, kur do të ofroj? Dhe kardiokirurgjia, zonja ministre, një pacient paguan mesatarisht rreth 3.000 euro për të bërë një operacion. Mjek të spitalit kardiokirurgjisë marrin me qira zyrat sallat operacionit në për spitale private për të bërë atje operacionet e pacientëve. Në një spital privat, nëse pra ka nevojë për një mjek nga shteti që është krejt normale, e merr, por nuk i jep me qira. Pra këta mjek ku i marrin pacientët? A mos i marrin këta në shtet dhe i trafikojnë privat? Atëre, unë po përgjigjem pjesës së trombektomisë, sepse dhe kjo bie pak në atë dhe në specialitetin tim të ngushtë, pak a shumë, dhe për pjesën e kardiokirurgjisë do t'ja fjalën drejtoresë së spitalit më tepër dhe për të dhënë dhe përgjigje më të dedikuara, më specifike për këto që ngriheni. Atëre, trombektomia. Po filloj prapë te pjesa e shërbimit. Duke të kesh një pajisje, nuk do me thonë që ke shërbime, mund të afrosh shërbime me njëherë. Jo, kam një lajm të mirë në fakt, dhe doja ta ndaja pikërisht këtu, prandaj nuk e ndava përpara që mbrëm, që ne dje kemi miratuar në bordin e QSUT-s hapjen e shërbimit, krijimin e shërbimit të neuroradiologjisë diagnostikuese dhe intervencioniste, që është shërbimi që në botë kryen këto procedura të trombektomisë, po jo vetëm trajtimin e aneurizmave dhe disa procedura dhe të diagnostikës së lartë në këtë fushë. Duhet e kemi tani pajisjen shumë të mirë të trombektomisë, është në proces sigurimi i materialeve, sigurisht ka materiale përdorimi, po gjithashtu po ngrejmë kapacitetet e mjekëve, infermierëve dhe teknikëve, sepse këto janë procedura që kërkojnë një speciale nuk kemi që tani kemi identifikuar ato mjek të rinj që do shkojnë të specializohen, sepse duhet një ekip i fortë. Ajo që është shumë e rëndësishme për mua është qytetarët të marrin shërbim gjatë gjithë kohës, jo një ditë. Ka ardhur pajisja, ngrihet shërbimi, ngrihet kapaciteti njerëzor, fillon shërbimi mbulon nevojat e qytetarëve, nuk i mbulon ditën e hënë apo ditën e njëjtë vetëm, i mbulon nevojat e qytetarëve. Tani po jam fjalën zonjës Paparizën për pjesën e kardiokirurgjisë. Faleminderit zonja ministre, përshëndetje të gjithëve. Sikur se tha dhe ministrja, shërbimi i trombektomisë ose shërbimi i radiologjisë intervencionuese dhe diagnostikuese u miratua dje në bordin drejtues të QSUT-s. Faleminderit. Ndërsa për sa i përket kardiokirurgjisë, janë marrë të gjitha masat dhe po merren të gjitha masat që të hapet godina e re. Sikur se tha dhe zonja ministre, të kesh një godin nuk do të thotë që t'jesh gati nga ana fizike për të hapur shërbimin e kardiokirurgjisë. Është dashur goxha kohë për të mbritur këtu ku kemi mbritur tani dhe po punohet vazhdimisht në mënyrë rigoroze dhe profesionale për të hapur këto në bashkëpunim me shefat e shërbimit dhe me mjekët përkatës. Godina është marrë në dorëzim nga stafi. Në dijenin time unë nuk kam njohuri për marrje lekësh dhe nuk kemi asnjë denoncim në strukturat përkatëse për marrje lekësh nga mjekët. Ju jeni i mirë pritur. Po. Faleminderit Albana dhe faleminderit Osman. Nëse më lejon të mbaroj pyetjen për kardiokirurgjinë sepse di që ka pasur shqetësime dhe për vonesat në hapje. Jemi duke punuar, kemi adresuar të gjitha specifikimet teknike së bashku me mjekët dhe me shefat e shërbimit në lidhje me godinën, në mënyrë që të jemi në gjendje kur të hapim shërbimin e kardiokirurgjisë dhe godinën e re, ta hapim në mënyrë sa më cilësore dhe profesioniste. Po punojmë paralelisht me institucionet përkatëse për të prokuruar materialet mjekësore, pajisjet dhe mobilimin. Faleminderit. Alma Tupçanon, faleminderit. Faleminderit.
Zotëria Ministre, kam dy pyetje në fakt. Jemi në vitin ku përfundojnë 10 vjeçarët e koncesioneve që kemi, duke filluar nga hemodializa, check-upi, çdo të ndodh me këta, do të zgjatet kontrata, si do të vijojë shërbimi ndaj pacientëve. E para, i rikthehem edhe një herë pyetjes që ju bëri Sonila për barnat, pacientët ankohen që barnat të cilët i kanë marrë falas deri më tani janë duke paguar, janë duke i bler me para, dhe lista e rimbursimit pritet, kanë paralajmëruar kompanitë farmaceutike që do të krijojnë një tjetër gap në treg dhe shumë nga kompanitë do të tërheqin barnat pasi sipas pretendimeve të tyre çmimet nuk janë negociuar me ta, por janë imponuar shpesh herë duke mos respektuar në disa barna edhe formulën për të gjithë një lloj, duke u referuar pra çmimeve CIF, çmimeve më të lira që aplikojnë vendet pra cilëve ne i referojmë. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Po filloj me barnat sepse e zauruam dhe po ja përgjigjem pak më specifike të pyetjes suaj. Tani dua t'i siguroj juve, po duhet të siguroj qytetarët kryesisht. Është bërë një punë shumë e madhe me barnat sepse çmimi i barnave është përcaktuar duke ndjekur vendimin e Këshillit të Ministrave në fuqi, pra legjislacionin, kuadrin ligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Atë formulë. Dhe nuk është negociuar asnjë bar në veçanti, është përdorur në mënyrë transparente legjislacioni në fuqi. A ka vend për të përmirësuar legjislacionin në fuqi dhe metodikën? Kjo është një pyetje tjetër që më lejoni ti përgjigjem, që mos ngelet e paplot kuadri për qytetarët, sigurisht që ka. Prandaj dhe ne po punojmë për ligjin e ri të barnave që do t'i parafrohet ligjeve të standarde europiane në atë frymën e bashkimit e parafrimit me standardet europiane, që sigurisht do sjellë dhe një metodik më të përparuar të përcaktimit të çmimeve të barnave. Dhe kjo do bëhet me një bashkëpunim edhe me institucione shumë të njohura ndërkombëtare, europiane, që kanë atë kualifikimin dhe ekspertizën e duhur. Dhe kjo është pjesa. Deri atëherë, sot flasim Unë përgjigjen e dhash për sot. Atëherë, për sot që flasim, pacientët tonë jemi duke bler barna të cilët deri më tani kemi pasur falas, po i blejmë me para në farmaci. Dhe po kështu nga ana tjetër tregu pritet të dalë në kolaps me sa thonë kompanitë, sepse do kanë tërhequr disa përfaqësi edhe na kanë ikur, por ndërkohë nuk i sillim dot barnat me këto çmime sepse duke qenë një treg i vogël, kompanitë nuk kanë interes. Pra, përveç disa barnave që mungojnë, presim të kemë dhe të tjera mungesa në treg. Atëherë, për të hequr çdo keq informim që mund të jetë abuziv ndaj qytetarëve që na dëgjojnë, nuk ka rritje të çmimit të barnave, është zbatuar me shumë transparencë legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe nuk ka ndryshim përveç se do ketë zgjerim të listës së barnave të shumëveshmërisë, duke ruajtur cilësinë, duke rritur gamën e barnave, duke mundësuar hyrjen e barnave inovative. Kjo është përgjigje e pyetjes suaj që besoj është e zauruese. Pyetja tjetër ishte për koncesion. Okej. Më lejoni të atëre, koncesioni i parë që ishte sterilizimi. Këtu besoj nuk ka nevojë të ndalemi sepse është mbyllur, është kaluar në SHA dhe këtu s'ka nevojë, është e qartë. Dy koncesionet e tjera që përfundon kontrata këtë vit janë check-upi dhe dializa. Okej? Atëre tek këto dy po ndjekim siç ndoqim për sterilizimin, procedura ligjore që duhet ndjekur në këto raste. Dhe kur të mbaroj këtë unë nuk mund të ta përgjigjem sepse do ishte e palishme, do ishte një keqëmërmi total i qytetarëve. Do zbatohet procedura që zbatohet në çdo rast kur rishikohet koncesioni kur vjen në fund në përfundim. Por një gjë që dua të siguroj qytetarët dhe që është e rëndësishme, kjo do ishte gjëja më e rëndësishme për mua në pyetjen e koncesioneve, sidomos për check-upin, a do vazhdoj shërbimi? Se në çfarë mënyrë vazhdon shërbimi, kjo është për të përcaktuar nga ekspertët. A do vazhdoj shërbimi? Absolutisht do vazhdoj
dhe nuk do ketë tavan në fashat moshore. Pra çdo qytetar mbi moshën 35 vjeç do ketë mundësinë të bëjë check-upin anual. Besoj se isha e qartë. Faleminderit. Ornel, të lëm vetëm report të vënë dhe pastaj Ornela Adyesjanin. Faleminderit. Joana Preja nga Report Televizion. Sipas shifrave zyrtare nga urdhri i mjekut, kemi 354 mjek të huaj në Shqipëri të licencuar. A e kontrollon Ministria e Shëndetësisë veprimtarinë e tyre? Duke marrë shkas edhe nga rasti i fundit i Marco Procopio, mjeku italian, i cili në Itali është po hetohet për vrasjen e një 22 vjeçareje pasi për vdekjen nga pakujdesia, pas të hyrjes estetike në hund. Por ai rezulton se këtu në Shqipëri, në vendin ton, po ushtron profesionin e një spital privat, e Trita Hospital. A jeni ju si ministri në dijeni për këtë rast? Çfarë masash do merren edhe a ka mjek të huaj në Shqipëri që ushtrojnë profesionin e mjekut pa licencë, qoftë edhe nga denoncime që ju mund të keni? Faleminderit. Atëre, licencimi i mjekëve bëhet nga urdhri i mjekut. Më fal. Ministria e Shëndetësisë, urdhri i mjekut është i pavarur dhe duhet të jetë i pavarur. Është një strukturë e pavarur në gjithë botën. Sigurisht që bashkëpunojmë me urdhrin e mjekut, por është një proces i pavarur. Sigurisht, pastaj spitalet, kur marrin në punë mjekët, kontrollojnë që ka një licencë mjekësore. Nga Ministria e Shëndetësisë ka kontrolle? Nuk është detyra e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk është kompetenca të kontrollojë urdhrin e mjekut, sepse pastaj nuk mbetet më i pavarur. Nuk, domethënë, çrregullon gjithë sistemin. Ne nuk mund të bëjmë çrregullimin e sistemit sepse nuk i shërben asnjë, nuk i shërben qytetarëve. A ka mjek që janë pa licencë? Spitalet duhet i kenë të tërë mjekët e licencuar. Në një përgjigje zyrtare për Report TV, urdhri i mjekut deklaron që është në kompetencën e Ministrisë së Shëndetësisë për të kontrolluar veprimtarinë normalisht të mjekëve këtu në Shqipëri. Siç thash, spitali është pjesë e funksioneve të çdo spitali, këtu kemi dhe dyreshin e QSUT-s, që kontrollon licenca ku mjeku punësohet, kontrollohet dhe licenca e ka apo se ka. Sigurisht ka kontroll të cilësisë, në qoftë se ka sinjalizime që diçka ka ndodhur, ka një problem, është edhe sistemi auditit, sistemet e tjera administrative, që sigurisht marrin masa në varësi të situatës që ka ndodhur. Por licencimi është urdhri i mjekut. Private kush i kontrollon? Në spitalet private të klinika. Kemi vetëm 3 minuta kohë. Japim mundësinë edhe Spitali privat ka të njëjtin detyrë si spitali shtetëror që të marrë në punë mjek të licencuar. Prandaj urdhri i mjekut nuk licencon vetëm mjek që do punojnë te shtetërori, po dhe mjek të privati. Besoj se jam e qartë, më interesojnë shumë qytetarët janë të qartë. Ornela. Përshëndetje zonja ministre, Ornela Joti, gazetare nga A2CNN. Meqense një pjesë e pyetjeve u ezauruan nga kolegët, unë doja në fakt ju e nisët fjalimin tuaj jo vetëm si ministre e Shëndetësisë, por si mjeke dhe si qytetare. 6 muaj pas drejtimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 6 muaj nga qëndrimi juaj këtu në Shqipëri, a keni një përgjigje, a shëndetësia fala sot në Shqipëri? Pyetja e parë dhe ndoshta pastaj bëj edhe të dytën. Atëherë në Shqipëri ofrohet një shërbim shëndetësor falas. Do me thënë, pacienti ka akses në shtet në shërbimin shëndetësor. Sigurisht, ekziston dhe një shërbim privat, siç është në të gjithë vendet e tjera të botës, ku pacienti mund të drejtohet. Pra, është liria e të zgjedhjes në shërbim shëndetësor, por pacientit nuk i mohohet shërbimi në shtet. Okay? Mendoni se është e nevojshme një reformë për tarifimin e shërbimeve shëndetësore në sistemin shëndetësor publik, për të shmangur, le të themi, pagesat që pacientët bëjnë kundrejt shërbimit që marrin në QSUT apo dhe në shërbime të tjera, dhe ndërkohë ju, zonja ministre, keni folur edhe për një reformë në sistemin e sigurimeve shëndetësore. Ka ardhur koha për rishikimin, që do të thotë
do të kemi rritje të pagesës së sigurimeve shëndetësor dhe çfarë do sjell kjo për pacientin apo për qytetarin shqiptar kundrejt pagesës, sepse sot paguajmë në mos gaboj 3.4% të pagës bruto, por ndoshta pakush mund t'i kthehet mbrapsht ajo që paguan në sigurimet shëndetësore. Faleminderit. Atëre, nuk e përmenda në prioritetet që përmenda të shëndetësisë, por ky është një proces, po, ne kemi nevojë për një reformim të mënyrës se si mbështetet shëndetësia. Nuk po them që do paguaj pacientin, domethënë nuk dua të keq kuptoni, dua vërtet ta keni të qartë që duhet një reformim i sistemit financiar shëndetësor. Kjo do filloj, do bëhet, por kërkon një ndërveprim shumë të madh interinstitucional, sepse nuk është vetëm një fushë e Ministrisë Shëndetësisë, sigurisht ka ketë një bashkëpunim me ministri të tjera për të propozuar një mënyrë se si mund të financohet shëndetësia në Shqipëri. Sigurisht ka nevojë për më tepër financim në shëndetësi, jo vetëm në Shqipëri, në çdo vend ka më tepër nevojë për shëndetësinë. Është pjesë e reformës pa përcaktuar, e kam thënë gjithmonë, mbase më vjen nga fakti që jam diagnostikuese, po nuk diagnostikove mirë problemin dhe kjo do kohë dhe seriozitet, nuk arrin në shërim të mirë të smundjes ose në rindërtimin e sistemit. Prandaj në këtë moment ne po bëjmë diagnostikimin e problemit që të gjejmë zgjidhjen më të mirë për sistemin shëndetësor në Shqipëri. Sigurisht duhet të ulim out of pocket expense, këtë jemi të qartë. Të nderuar kolegë, duke qenë se jemi në limitet e kohës, ju lutem, prandaj kërkuam në fillim që secili prej kolegëve të bënte pyetje për t'ju dhënë mundësinë. Ministra duhet të largohet për shkak të agjendës, edhe për parlamentin dhe për takimet e tjera zyrtare që ka. Nuk është konferenca e vetme, të lutem, nuk është konferenca e vetme, daljet e tilla do jenë të erpashershme, sikundër kanë qenë dhe më përpara deri në momentin që po flasim tani. Faleminderit dhe punë të mbar. Mirupafshim.